Po mbesim pak edhe tek rrugët të cilat tashmë janë duke u punuar në qytet që e lëm pa përfunduar këtë pjesë. Kur realisht prisen të përfundojnë, se dihet që tashmë kanë filluar, por kur do të bëhet sanimi atyre grupave të cilat janë hapur në qendër, në farë mënyrë i kanë paralizuar bizneset, të cilat tashmë po kërkojnë pra përgjigje se kur përfundojnë këto punime. Unë mendoj që është shumë e rëndësishme të u sqarohet qytetarëve se çfarë është duke u punuar aty. E para duhet kuptohet që investimet që po bëhen tash, ka filluar edhe implementimi i projektit Flows, që është 15 milionë euro investim për rrjetin e ujësjellësit në Gjilan. Humbje teknike aktualisht të kompanisë Hidromorava që furnizon gjithë regionin me ujë, në regionin e Gjilanit, me çka pra edhe në komunën tonë ndikon rreth 50%, humbje teknike po flasim. Pra që i bie se 50% e ujit të pijes që e kemi në dispozicion humbet për shkak të rrjetit, kyçeve ilegale dhe arsyeve tjera që mund të jenë në terren. Dhe për këtë arsye investimet për rreth 7 milionë euro në këtë fazë që po implementohen në Gjilan janë të rëndësishme. Kjo është edhe arsyeja pse kemi filluar me këto punime për një herë. Lajmi i mirë është që të gjitha rrugët që do të prehen ose do të hapen për vendosjen e këtyre kypave do të kthehen në gjendjen e mëparshme, pra do të riasfaltohen nga kompania që është e kontraktuar. Do të riasfaltohet vetëm ajo pjesë që është prerë apo nga kompania që do të vendos gypën do të riasfaltohen vetëm pjesë që janë të hapura tash. Ndërkaq nga ana jonë si komunë, në një kontratë që kemi nënshuar para një muaji ose pak më shumë se një muaji me Ministrinë e Infrastrukturës, ku përfshihet rruga e Arbris, rruga e Zabelit, rruga Abdullah Presheva bashkë me rrugën Vllazërit Frashëri, rruga nga posta e vogël deri në Çarkore, rruga Pajazit Ahmeti si dhe rreth rrotullimin e udhkryqjen e rrugës Çarkore me rrugën e Prishtinës. Këto janë projekte të reja për të cilat ne besoj javën e ardhshme do t'i hapim procedurat e tenderimit dhe nëse procedurat ecin bardhë dhe mirë, nuk kemi ndonjë telashe me ankesa ose me diçka, besoj që do të mund t'i përfundojmë para sezonit të pushimeve. Në rast se ka ankesa kryetare, se kjo është një proces. Ankesat nuk varen as prej nesh e as prej askujt tjetër. Këto varen nga mundësi që qytetarët presin edhe me tutje. Jo, unë po them njëherë, këto rrugë që janë hap do të mbyllen. Pra nuk do të ketë probleme me gropa. Por riasfaltimi i tërësishëm i rrugës, i trotuareve dhe i vendosjes së ndriçimit publik në të gjitha këto rrugë që i përmenda më herët, siç e kemi në planifikim, kjo më pas varet nga procedurat se i zhvillojmë ne. Ankesat nuk është që varen nga komuna, ato mund zhvillohen. Ne kemi rastin e stadiumit për cilin besoj kemi temë të veçantë, me të cilin janë dashur disa vite, derisa kemi mbritur tek nënshkrimi i kontratës, pavarësisht që asnjëherë nuk ka pas arsye të qëndrueshme që të kemi ankesa dhe vonesa të tilla. Por besoj që për këto rrugë do të nënshkruhen kontrata shpejt dhe ideale do të ishte për neve, për qytetarët, për qytetin, që këto projekte të përmbyllen para sezonit të pushimeve që i bie para 15 gustit, para 15 korrikut. Por nëse kontratat nuk mrrin të nënshkruhen në një periudhë e cila lejon edhe përfundimin, atëherë implementimi do të shkruhet pas 15 gushtit, që i bie pas sezonit të pushimeve, në mënyrë që mos krijojmë kaos të panevojshëm në qytet, edhe të punohet në sezonën e pushimeve, pikërisht kur kemi edhe fluks shumë të madh. Kryetar, pse keni zgjedhur Gjilanin qytetin të punoni në fund të mandatit? Nuk mendoj që ka qenë zgjidhja jona, por ka qenë një domosdoshmëri dhe imponim, për shkak se të gjitha projektet që implementohen në qytet kanë kosto të lartë, janë rrugë urbane, të cilat janë edhe në gjatësi të madhe, por që kanë edhe kompleksitetin e vet për implementim, dhe ju tregova më herët që për një periudhë prej 3 vitesh janë paguar 12 milionë euro borxhe. Dhe nuk është ashtu që nuk është punu në qytet. A mendon që kjo ju arsyeton tek qytetarët? Çështja e borxheve. Jo, unë isha duke vazhduar fjalinë për të thënë që nuk qëndron ajo që kemi punuar në qytet tash në fund. Për shembull, nëse merrni lagjin e Vishnjeve në Zabel, janë ndikuar edhe 600 mijë euro investim që janë bërë në komplet infrastrukturën e lagjës. Rruga tek tregu i veturave është implementuar atëherë. Tek fabrika e veturave kemi një rrugë tjetër. Në lagjën po redem po ashtu, në Arbri, në dheun e bardhë. Pra gjithandej qytetit është punu. Ajo që nuk është prek si infrastrukturë është qendra e qytetit. Pra nëse flasim për qendrën e qytetit, mund të themi që po punohet tash. Ndërsa për pjesën tjetër të rrugëve është jo e qëndrueshme ajo që po e themi që nuk ka pas investime më herët. Për shembull, vetëm në qendrën e mjekësisë familjare në lagjin Arbria, që është qendra e tretë për nga numri i shërbimeve që ofron pas ÇKMF-s dhe lagjës Dardania, me diku rreth 20.000 shërbime në vit, janë investuar rreth 400.000 euro. Pra dhe gjysmë milion euro janë investuar vetëm aty. Me laboratore të reja, me kujdes për stomatologji, me pajisje moderne, si dhe me infrastrukturë. Domosdoshme ajo për atë komunitet atje. Po jo vetëm domosdoshme, ajo ka qenë e pashmangshme. Institucioni i vjetër që ka qenë aty, ka qenë fillimisht çast se ka qenë shumë e vështirë për shkak të pjesësisë rrugës që ka qenë.
e dyta ka qenë e pamjaftueshme si infrastrukturë për numrin e shërbimeve që ofron, dhe e treta, që është më e rëndësishmja, QMF-ja në Arbëri, pra qendra mjekësisë familjare në Arbëri nuk është vetëm për Arbërinë, është për Arbërinë, për Zabelin, për Velekincën, edhe për fshatra tjera për rreth. Pra është praktikisht një pjesë shumë e madhe e qytetit tonë, numrit banorëve, nuk po duhet tash me thonë me përqindje ose me total sepse mund të gaboj, por një pjesë jashtëzakonisht e madhe e qytetarëve xhilal marrin shërbime aty. Dhe jo rastisht është qendra e tretë me shërbime. Në anën tjetër, nëse i merr edhe investime tjera që janë bërë brenda qytetit, për shembull mamografia në QKMF, pap testi që po realizohet aty, edhe shumë investime tjera vetëm në fushën e shëndetësisë po flasim, ku investimet e kalojnë 2 milionë në total nëse i merr, pra investimet që janë bërë brenda qytetit. Ajo që fatkeqësisht vlerësohet më shumëti, që nuk është e drejtë mbas që vlerësohet më shumëti, është pjesa e infrastrukturës së rrugëve, për të cilën edhe kjo ka paragjykime më të mëdha. Vetëm në shkollën e mesme teknike të Mehmet Isai, investimet e komunës bashkë me partnerët e tjerë që janë donacione ose bashkëfinancime janë mbi 1 milion euro. Pra investimet janë jo vetëm evident, janë të prekshme, të përjetueshme për çdo ditë.